Miau. Miau, mirëmëngjesi. Është e martë dhe si çdo të martë ne kemi një rubrikën e dedikuar startupeve. Ose siç kemi shefin e ta themi, të rinjt që të frymëzojnë. Për të Ne lëvizur nga divani, për të bërë shumë diçka. të mirë, njëri shumë frymëzues, Erblin Vukaj është me ne në studio dhe do të na flasi pak për Walking Tour Tirana. Mirëmëngjes, Mirëmëngjesi, gëzohem që jam këtu mes jush. Për të folur për nismën, paktën unë nuk jam vetëm në këtë nismë, jam me bashkëshorten time, me partneren time. Ideja për Walking Tours Tirana ka qenë që në fillim për turizëm, sepse edhe ne bashkë kemi përmes turizmit, unë kam qenë një klient kurse bashkëshortja ime guidë turistike, rreth 10 vite më parë. Keni parasysh atë historinë që mund të njihen dhe të dashurojnë njerëzit në hiking? Jeni njohur duke bërë Përshëndetje hiking? njerëzit. Po neve në ran këmbë të gjithë males kemi gjetur gjë. Mbasi isha unë dhe me Në fakt. cilin mal ishit? Mos Kemi më thash qenë vendi Qafshtam. mirë. Ja, se me Walking Tours Tirana ju merr Erblini me vete dhe mbase ju del fati. Po, ideja Ka qenë ide e përbashkët, po. Po, pak a shumë, po, domethënë si koncept ka qenë në fillim pas pandemisë, ku kishte një fluks shumë të madh turistësh, sidomos në Tiranë, dhe partnerja ime kishte një përvojë shumë të mirë me platformat online që janë ndërkombëtare, që mund të bësh booking dhe të listosh edhe guidat e tua. Por vum re që kishte një qasje shumë të kushtueshme për ata që bëjnë listime aty, sepse ka një fi shumë të madhe, le të themi. Platformat e huaja, Get Your Guide ose Viator. Dhe kjo bënte që kostoja e ofertës ishte shumë e lartë dhe turistët vumre që kishin një prirje që ose t'i shmangnin guidat personalizuara, ose të zgjidhnin ato guida masive vetëm për hir të kostos. Dhe përballë kësaj menduam që të kishim një platformë ose një konkurrente, le të themi, të kësaj ide së listimit të guidave, ku të kishte një fi shumë të ulët. Pra pak një hapësirë në treg, për diçka që mungonte. Po, dhe mungonte kjo ideja që sidomos për duke pas parasysh dhe përvojën që kishim neve, duke qenë edhe prindër të ri, partnerja ime kishte pamundur të ishte full time në një punë konkrete dhe donte të eksperimentonte diçka që ishte e pavarur. Dhe ideja jonë ishte pikërisht për të mbështetur guidat e pavarura dhe t'i japim një mundësi që sidomos guidave në Tiranë të listojnë guidat e tyre pa një kosto, pra ndryshe nga platforma ndërkombëtare. Është falas. Falas. Ti futesh jep të dhënat e tua si guid? Po, neve kemi si ide dhe t'i ndihmojmë për të marrë licencimin si guid turistike, sepse për të shërbyer si guid turistike duhet të jesh i licencuar. Dhe paralelisht i ndihmojmë për të qenë më vizibil, pra të ekspozohen më shumë për turistët. Nga ana tjetër mendojmë që të kemi fokus përgjithsisht për të huajt, sepse shumica e turistëve të huaj e kërkojnë Tiranën si një destinacion të përkohshëm, për sa kohë vijnë për shembull me një fluturim ndërkombëtar dhe kanë destinacione të tjera. Këto atraksionet kryesore, historike. Po, dhe meqense po qëndrojnë në Tiranë, është e volitshme për të kuptuar si është kryeqyteti, të marrin një guid personalizuar dhe ta shikojnë. Erblin, nga ideja që diskutuat bashkë me bashkëshorten deri tek realizimi i këtij projekti, cili ishte hapi i parë dhe sfida më e madhe që keni hasur? Po, realisht në Shqipëri është shumë e vështirë të bësh sipërmarrje të reja, aq më tepër të gjesh mbështetje. Dhe për këtë pjesë falenderojmë mundësinë që kemi patur për startupin me Challenge Fund edhe Partners Albania. Një mundësi që sepse kostot janë shumë të mëdha për të hapur një platformë. Kjo është sfida kryesore. Ajo është kryesorja dhe aq më tepër që duhet të ndërlidhësh gjithë funksionet teknologjike që janë për pagesat online, për kalendaret e bukimeve, po ashtu dhe për të ruajtur të dhënat, sepse jemi në një fushë krejt deri diku të panjohur për shumicën prej nesh, por ka disa kushtëzime që duhet të jesh shumë i kujdesshëm për mos të rrjedhë informacione. Informuar dhe i updateuar. Po, përveç kësaj, për shembull, nëse është një klient që bën një booking, duhet t'ia garantosh atij që dhënat e tij nuk do të rrjedhin. Nëse ty t'jep kartën kode, më të thash, këto duhet të jenë shumë të sigurta dhe për këtë duhen ekspert
të kontaktohen që edhe pak më herët për këtë, për sigurinë kibernetike. Sigurinë dhe gjithçka ka një kosto, por nëse ti nuk i merr parasysh këto kosto pa nisur ende sipërmarrjen, është shumë e vështirë, domethënë. Ne jemi aktualisht në fazën e testimit të platformës. Platforma është online? Po, është online, walkingtours.tirana.com. Sa guida janë të renditura aty? Aktualisht kemi kontaktuar dhe kemi bërë bashkë të paktën 6 guida bashkë me partnerin tim. Një punë ekstra edhe kjo. Po, punë ekstra sepse neve do vazhdojmë duke rekrutuar edhe duke bashkuar pra gjithë guida turistike që kemi në Tiranë. Dhe pas kësaj do kemi edhe një event ku ne do lançojmë edhe produktin. A janë kaq mendje hapur për të bashkuar? Fatmirësisht po. Sepse e kuptojnë më mirë tregun, e kuptojnë që kjo është çësia e dur për të qenë vetë pavarur, sepse sa më shumë i pavarur je dhe ke mundësi edhe të kesh punë tjera, edhe të fitosh më shumë nëse ti je shef në këtë perspektivë. Keni kritere të tipit duhet të kesh kaq vite eksperiencë për të bashkuar. Janë të rinj përgjithsisht. Licencën. Vetëm licenca është kryesore. Dhe neve kemi marrë përsipër që t'i ndihmojmë edhe ata të rinj që nuk e kanë një licencë, por e kanë dhuntinë themi që të jenë si trajnohen në një si merret, unë nuk e di. Kontaktohet më përpara ka qenë tek Universiteti i Sporteve, kontaktohej, listohej aty, bëhej një trajnim dhe më pas licencohej po. Pra nuk është kaq. Është si licenca që do marrim ne vetëm me afat më të shkurtër kohor. Po. E ke parasysh do japësh një provim, guidë historike. Profilizohen domethënë. Ideja është po ti kesh të gjitha këto informacione bashkë në ato turet e tua, je guida më e mirë që mund të ekzistojë. Dhe kanë përshtypjen këtë vlerësim e japin turistët në fund të eksperiencës së tyre? Pastaj është normalisht ka ato review që ti mund të marrësh, po, normalisht, por shikoj, ne mundohemi të plotësojmë atë vakum që ka, në sensin që ti Tiranës mund t'ja kesh parë aspektin atë shëtitjen rreth bulevardit që është bërë rëndomt. Por turistët më së shumti kërkojnë diçka të personalizuar, për shembull, nuk dua të bëj atë guidën me një tur njerëzish nga fillimi i bulevardit deri në fund, dua diçka tjetër. Ka dhe guida private. Po, kjo është, dua një përvojë jetësore, për shembull, jetën e natës. Dua një përvojë kulturore që ka të bëjë edhe me kulinarinë, ka të bëjë, pra këto janë ato guidat që neve kërkojmë, ti ekspozojmë dhe ti lidhim më shumë. Guida shërben si një miku yt që po të tregon një qytet ku jeton. Dhe pak a shumë të turistë, ka një kategori të veçantë të turistëve që e kërkojnë këtë gjë dhe janë të gatshëm të paguajnë dhe mirë. Sa paguhet për një guid? Jam kurioz. Tani mendjen gjithë. Nëse ti ke një orar të zgjatur që ti i kushtohesh, normalisht vlera është më e lartë. Por nëse ti ke thjesht shoqërimin deri diku, duke filluar nga? Po varet në numri i personave që ti ke, moshën që ti merr përsipër ose nëse janë familje. Po përgjithsisht varion tek 50 deri në 150 ose më shumë. Varësisht të 50 euro. Për person. Mirë, pastaj nëse e ke profesion të mirë fillt edhe bën gjithë ditën këtë punë, ato 50 çet. Tani normalisht me ditë janë ata dhe varësisht se sa persona vinë. Duke parë këtë trendin e turistëve që në fakt un kam parë shumë këto vitet e fundit që të vizitojnë Tiranën me grupe të mëdha. Po, çfarë komësie janë përgjithsisht ata turistët që po vinë vitet e fundit? Kush po e preferon më shumë Tiranën dhe Shqipërinë si? Mund ka rastis domethënë, sidomos periudha pas pandemisë ishte një boom i çmendur do të thoja unë. Ka qenë viti më i mirë për Shqipërinë e turizmit. Sepse u ekspozu dhe më shumë Shqipëria, u bë një lloj atraksioni dhe kushdo donte ta eksperimentonte, ta shikonte këtë vend që reklamoi edhe ndryshe, pra reklamoi si një vend me kosto të ulta, mund të shifje shumë vende shumë me pak kohë, pra qoftë detin, malin, atraksione edhe kulturore. Por vëre që janë me faza, në sensin nëse në fillim ishin turistë gjerman, nordik, vinin edhe disa nga Polonia, kaloi një sezon, filluan duke ardhur nga Italia, kaloi një sezon tjetër, filluan duke ardhur nga vendet e ulta, nga Britania e Madhe. Por mendoj që çdo gjë është me fazë. Domethënë nëse ti je njohur tani si një vend që je në zhvillim, po shpërthen në sensin e atraksioneve turistike, do ndryshojë edhe kategoria e turistëve që do të vinë. Vëre që po vinë gjithmonë mosha më të reja, dhe kjo është edhe pozitive. Po, kjo është edhe pozitive në sensin që ti po i ekspozohesh këtyre moshave, por duhet ta ushqesh që ky turist qëndrojë më shumë. Që do të thotë ta lidhesh me më shumë atraksione, ta bësh një paketë më kompletuar, interesante.
Si po promovoni platformën Airbnb? Domethënë si vjen djeni Më hedhi një këtë pata një shumë guidat për ekzistencën e kësaj platforme që është e vetmja apo jo? Jo, Për besoj guidat? se ka dhe tjera, por përgjithsisht janë të lidhura me agjenci turistike, platformat e tjera, kurse në rastin tonë ne nuk kemi një agjenci e mirëfillt dhe nuk synojmë të jemi të tillë. Ne thjesht duam të fuqizojmë sidomos pavarësinë pra të guidave dhe sidomos vajzat dhe gratë që mund të jenë prindër pra nëna në këtë rast. Aktualisht neve jemi fokusuar në rrjetet sociale kryesisht. Guidat i kemi kontaktuar fal faktit që kanë një komunitet vetin që janë ndërlidhur prej vitesh, pra kanë dhe grupe WhatsApp-i, grupe mëvete që kontaktojnë me njëri tjetrin dhe madje ka pas periudhat që vetë guidat i kalonin punë njëri tjetrin, në sensin e kam këtë grupin, nuk e shoqëroj dot unë, kush mundet ta shoqëroj. Pra është një lloj altruizmi që nga një komunitet tepër pozitiv. Komi hollandez për nesër, apo sepse di që do t'ju kthehet puna, në veprojnë kështu. E njëjta gjë është, po. Mund t'i kthehet dikujt tjetër që e kam këtë personin që do të eksploroj veriun, për shkakun nuk e bëj veriun, do ta marrësh, do ta çosh ti. Kjo është ideja. Në turet e Tiranës, Erblin, në eksperiencat që keni patur deri më tani, çfarë është një histori apo çfarë i tërheq më shumë turistët, çfarë ju ngel në mendje pas atij turi? Okej, domethënë paktën unë marr përsipër shpesh të shoqëroj në aspektin historik të Tiranës, edhe arkitekturën e Tiranës në sensin e ndërtimeve, pas ke punë të madhe me arkitekturën. Por vëre që për shembull unë sa do të mundohem ta flas të tregoj historinë, nuk marr kurr review që merr bashortja ime. Pse? Çfarë bën ndryshe ajo? Ajo ndryshe thot në sensin tregon përvojën jetësore dhe mendoj që kjo është ndryshimi mes një guide se vër dhe veten domethënë në pozicion ku shkoj në një vend tjetër, mund të më thuash çdo histori të mundshme. Më kalon nga mendja, unë mund të rri 2 ditë. Objektiv. Po, mund të jem 2 ditë, thjesht dua të kaloj bukur, për shembull. Do të kuptoj më mirë historinë në sensin e shoqërisë që e jeton atë. Po, rrëfimi është ai që e mban bërthyer vëmendjen e një personi. Kështu që guidat në tërësi edhe turistët që vinë kërkojnë më shumti personalen. Qartë. Sepse për shembull, pra e kuptuam kush është guida më e mirë e grupit dhe përshëndesim Albionën. Sepse për shembull për informacionet e ndërtesave ose të muzeve dhe kështu me radhë mjafton edhe ata mund të bëjnë të klikimin e tyre, kurse për përvojat që janë shumë jetësore, për mënyrën e jetesës, për shoqërinë, jetohet qyteti, më duket një trend ky që po e përqafojnë gjithë më tepër turistët, duan të kuptojnë kulturën, por në mënyrë kështu të drejtë për drejtë, të rrëfyer nga një njeri i cili jeton në atë vend. Cila është pyetja më e shpeshtë që bëjnë turistët? Domethënë pyetja kryesore që bëjnë është paktën më ka bërë më përshtypje që kur vinë për shembull vinë me atë idenë që këtu janë shumica muslimanë dhe thonë, "Po, këtu që kanë gjithë të veshur në sensin këtu në fakt pra kanë konceptin që duhet të jenë shumica popullsisë të mbuluar, shoqëri. Po, kujtojnë sigurisht një shoqëri, por them për ata që nuk kanë fare informacion, sidomos ata që vinë nga Amerika. Po s'është nga informacionet e para që merr për Shqipërinë, Shqipërinë nga Amerika, s'ka informacion as në cilin kontinent është Shqipëria, po. Kush vjen nga Amerika se di ç'po vjen nga Amerika. Po, i bën shumë përshtypje, mundohem ti tregoj shumë në aspektin që pse ka ardhur kjo tolerancë në aspektin kulturor. Dhe dalin me shumë bresa nga kjo gjë, shpesh nuk e kuptojnë se si mund të arrihet në këtë stad, por gjithashtu pyesin shumë për diktaturën dhe kërkojnë shumë kërkojnë shumë fazën e tranzicionit që kemi patur, ta kuptojnë më mirë, të shohin vendet cilat kanë qenë të diktaturës simbolike, Fatkeqësisht nuk është se kemi shumë për t'i ekspozuar, por mund tregohet shumë edhe me përvojë jetësore. Unë shpesh për shembull marr dhe relike ose ka diçka që ata e blejnë me valixhe me vete nga shtëpia për të patur nga Shqipëria? Po, normalisht ndalin në këto suveniret që kanë, por përgjithsisht kërkojnë një magnet tash i duhet për të frigoriferin. Do mos merrnin qeleshe. Jo, ato i kanë në kruj janë shumica që i marrin ato. Walking Tours Tirana pas disa vitesh. Mendon se do jetë vetëm Walking Tours Tirana apo do zgjerojnë në qytete të tjera? Cili është plani? Kjo është synimi që ne do të kishim, që nëse kjo del e suksesshme si përvojë, të ekspozohet, të zgjerohet me një lloj programi edhe në qytete të tjera, kryesisht pra që kemi me më shumë turizëm, Durrësi, Shkodra,
Beratit, Korçën dhe Vlorën ta mbulojmë ne Ja, sa kamera. do thoja pa licencë, po mua më ke për çdo rast. Mua më ke për te Belenën pastaj. Me kënaqësi. Okej. Nuk të bika keq me këto qytetet tona. Fare. Korçë, mjafton- Vlorë të Belen, jemi mjafton goxha këtë mirë. fluks turistësh. Jugo. Erbin falenderojmë shumë, ishte Erbin, shumë shumë kënaqësi faleminderit, edhe kënaqësi. suksese Ju në ecën startupin mbar. tuaj. Ju ecën mbar, gjithmonë i mirë pritur këtu në zgjohu po deshe. Ne Ditë mbar jemi sot. drejt fundit, një shkëputje shkurtër, muzikë dhe rikthehemi pas pak. Hajde mirë mëngjes.